Morët bonusin? Jemi shumë merak, gjithmonë e thotë ai kryeministri që mendon punon gjithmonë vetëm për ju. Jeni kënaqur? Kush punon për ne, ne kemi punuar 49 vjet punë kam. A kupton? Edhe me zet mora 235.000 lek pension. Edhe në dhaj 50.000 lek shaj. 50.000 lek ishte ky bonusi? Për ne, po, për ne që kishim mbi 200.000 lek. Për ata që kanë nën 200.000 lek është 100.000 lek. Pa, është për të vlerësu kjo? Po qa vlerësi me bursa të bësh me 50.000 lek, 50.000 lek. Po me 230.000 lek që thonë ju? Asë gjë, 150.000 lek unë i marr ilaçe në muaj. Ilaçe nuk keni falës ju? Po unë kam 4 unata të vënë zemër, kam me diabetja. S'ka asë gjë falës. Asë gjë falës? Me lek, gjitha. Me shpenzime që keni, pra nuk del pensioni? Asë një gjë fare, asë gjë, shqyqyr zotit kanë fëmijët. Po gjithë ke fëmijët dhe burë? Po fëmijët, po ata do të në majnë, qa të bëjmë tjetër? Qa të bëjmë tjetër, qa? Më thuj. Këtu nuk, ju jeni gazetar, jeni djemë të mirë, të mrekullueshëm, por është një problem. Realiteti nuk e pasqyron e su si qështë. Në e thuj pra. Ja po të themun, që ti po më interviston mua këtu që jetojnë në Tiranë. Edhe unë që jetojnë në Tiranë do kem pak kushte më të mira se tjerë, po të shkosh brez, në përrethe, në përfshatra. Është një të merë që ti se imagjinon dot dhe se ke përjetuar asë njerë një jetën tënde. Dhe kur mos përjetof. Edhe sot, 2025. Do vej deri 3.000 e punë, bajt. Pra po shkon drejt shkatërimit më kiva, është shkretuar që të tjerë. Ska gjithë politikanët që janë në Shqipëri, nuk më në të goja të them lafet në dyra se nuk më shkon për shtatë. Nuk punojnë për ne këto thonë që rrinë gjinalla pa gjumë, asë një qikë, mos u lodh kot për atë, mos u lodh kot për atë punë, mos bëni ato lajmet gjithë televizionet e gazetat e të flasin për politikanët. Nuk ja vlen të merresh me këta lloj-rovësh. Nuk rregullohet ndonjëherë kjo gjë? Jo, më nuk rregullohet, po ta marrin një dorë, punojmë me ndeshmëri, me përkushtim për atë dheun, për vendin, për popullin, po kështu. Po drejtësia, si po duket drejtësia? Drejtësia zero, prapë ajo që ka qenë. Po lëvizin ajo është drejtësia, jo asnjë gjë, drejtësia është partijake, drejtësia. Nuk ka asnjë gjë. Ata që ka qenë janë, ata që vodhen dje vjedhin prapë sot. Nuk bëhet, ore zotni, e diti ke marrë vesh që një vend pune sot në shtet kushton 5.000 euro. E diti këte? Po. E dim gjithë shqiptarët, edhe Edi Rama nuk e di këtë, dhe Berisha, gjithë të tjerë, gjithë politikanë, nuk e din dhe pjesë. Politikanë se din, edhe këtë drejtë, vetëm politikanë se din. Pra nuk jeni besim ke spaku? Kur, asë një loj besim. Po që, ore zotni, më thuj më Altin Tumani, më falë, mori pati dosjen e Gërdecit, qëfar bëri? E bën krye prokuror, e ashtu të spakut, qa po bën? Kot, bëlli që kot. Pa jo, më bavdja si gjo. Shumë dosje tjera. Qa besimi do kush ka qenë sistemi më mirë? Ju keni jetuar në sisteme tjera. Unë e kam jetuar, po e kam jetuar në sistemin tjetër. Atje ishte varfëri e madhe. Ishte varfëri e madhe dhe e dyta ishte edhe lufta e klasave, që ishte shkatrimtare për gjithë popullin. Po nuk ishte në këtë gjendje. Në këtë gjendje, paktën atje kishte një çik frikë. Politikani nuk vepronte në këtë farë feje. Ka pas kontrol. Kishte qik kontrol. Si ishte i mirë, nuk ishte i mirë. Se ko evolon, sistemet evolojnë, gjitha evolojnë shkenca, gjitha me radhë, edhe do t'i përshtatet, edhe duhet ndrosh edhe sistemi. E qarë, po prapë jemi më për keq thoni apo më për mirë, për ta mbyllë tani që... Shko. Nuk kemi që këtë mirë, vetëm një gjë të mirë kemi. Që u hapë me jashtë në punë në i lek ato andej, edhe po gjeberiset populli. Me atë po gjeberiset. Se po qenë për Shqipëri, zero. Më keq. Qa. Përshnes, të rëshnet, ti esh mirë.